Ja çfarë ndodh në organizmin tuaj brenda 30 minutash kur hani sheg. Të mirat që vijnë kur hani sheg janë të provuara shkencërisht. Shega ka aftësinë të mbrojë shëndetin dhe të ofrojë përfitime unike. Gjithashtu, të mirat që vijnë nga konsumi i shegës janë të larta edhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës, trurit dhe për të luftuar radikalet e lira. Të dhëna shkencore të cilave u referohemi sipas Healthy Side thonë se kur hani sheg çdo ditë, do të ulni mundësinë e shfaqjes së problemeve veçanërisht ato të gjirit dhe të prostatës. Vetëm 30 minuta pasi të keni ngrënë sheg, aktiviteti juaj do të rritet me 32%. Shega shuan etjen, nxit dhe përmirëson tretjen e ushqimeve. Shega arrin të pengojë prodhimin e estrogjenit dhe të paktësojë rrezikun e problemeve të gjirit. Studimet kanë treguar se vaji esencial i kokrave të shegës, lëngu dhe ekstrakti i saj i detyrojnë në qelizat e dëmshme të vetëshkatrohen. Gjithashtu shega ndihmon edhe në shëndetin e zemrës, përmirëson edhe shëndetin e kujtesës. Ajo forcon imunitetin falë vitaminës C që